Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, një nga projektet më të shumë reklamuara të viteve të fundit dhe i shpallur si pikë kyçe për zhvillimin e turizmit, duket se është larg përfundimit. Ndërsa sezoni turistik po afrohet, realiteti në terren tregon një tjetër histori. Gjatë një vëzhgimi të realizuar këtë të njëjtë nga televizioni 6+1 Vlora, vjen re punime të ngadalta dhe mungesë aktiviteti intensiv. Pavarësisht deklaratave të mëparshme se aeroporti do të ishte funksional përpara sezonit turistik, tashmë është e qartë se ai nuk do të hapet këtë vit. Në këto kushte qeveria shqiptare duhet të japë një zgjidhje, ku të paktën kjo vepër të vendoset në funksion sezonin e ardhshëm. Që kjo histori do të shkonte kështu, televizioni 6+1 Vlora e ka paralajmëruar disa herë. Një nga arsyet kryesore të zvarritjes janë konfliktet mes aksionerëve të kompanisë. Mosmarrveshjet për menaxhimin, investimet dhe ndarjen e përgjegjësive kanë ndikuar drejt për drejt në ngadalësimin e punimeve, duke krijuar një situatë bllokimi që reflektohet qartë në kantier. Në vend të një projekti që ecën me intensitet maksimal, aeroporti i Vlorës po përjeton pauza të gjata dhe mungesë koordinimi. Në një kohë kur vendi ynë dhe në veçanti Vlora synon të rrisë ndjeshëm numrin e turistëve dhe të pozicionohet si destinacion konkurrues në rajon, zvarritja e një projekti të tillë strategjik përbën një dëm të drejt për drejt për imazhin dhe ekonomik. Vlora që prej vitesh përballet me presion të shtuar turistik gjatë verës, vijon të mbetet pa infrastrukturën ajrore që është premtuar. Aeroporti i Vlorës rrezikon kështu të kthehet në një tjetër shembull të projekteve madhore që nisin me bujë mediatike, por ngecin mes konflikteve, mungesës së llogaridhënies dhe planifikimit të dobët. Derisa të ketë transparencë, afatet reale dhe përgjegjësi konkrete, ky projekt do të vazhdojë të jetë më shumë një slogan politik sesa një investim funksional për qytetarët dhe turizmin. Por kjo vepër ka dhe një problem tjetër. 7 vjet pas shpalljes së fituesit të koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, prokuroria e posaçme SPAK ka vepruar për të gjetur zyrtarët përgjegjës të këtij koncesioni, që tashmë ka futur në konflikt dhe bashkaksionerët. Gjatë muajit mars të këtij viti, SPAK ka thirrur në prokurori disa zyrtarë të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës, duke i komunikuar akuzën penale. Bëhet fjalë për të gjithë anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pranë Ministrisë, të cilët sipas SPAK gjatë dhjetorit të vitit 2019 deri në muajin mars të vitit 2021 kanë kryer veprime që krijojnë bindje për konsumimin e veprës penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe ankande publike. Në 20 prill, një prej aksionerëve të aeroportit të Vlorës, Bexhet Pacolli, përmes një mesazhi të koduar në Facebook, theksonte se durimi i tij ndaj sulmeve publike jo vetëm, po vjen drejt fundit. Duke krahasuar durimin e tij në mënyrë metaforike me një dig, biznesmeni kosovar paralajmëronte se ajo rrezikon të çahet në mënyrë të parikuperueshme. Por tashmë mbetet në dorën e qeverisë të ndërhyjë për të mos e lënë aeroportin e Vlorës me zjarrit të konfliktit, por të bëjë të gjithë përpjekjet që kjo vepër të mund të vendoset në funksion vitin që vjen.